Qindra qytetarë opozitar janë mbledhur këtë të premte para godinës së kryeministrisë në një shenjë proteste kundër qeverisë Rama. Gjatë tubimit u rikthyen fjalimet publike përmes të cilave protestuesit kërkuan ndërheqjen e kryeministrit dhe ndryshimin e pushtetit. Rama ik! Rama ik! Rama ik! I pari që mori fjalën ishte deputeti demokrat Besar Xhaferi, i cili bëri thirrje për t'i dhënë fund fasadës së kalbur të qeverisjes aktuale. Ai e cilësoi 17 prillin si datën kur Partia Demokratike dhe opozita shqiptare shfaqen si e vetmi alternativë e vërtet për vendin. A nuk është e gjithë qeverisja e Edi Ramës fiksi ato fasada prej polisteroli? Një shtet i lyer me bojrat e ndezura të propagandës, i bukur për t'u parë nga jashtë, por thellësisht i kalbur, i korruptuar dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm nga brenda. Mjafton një shkëndije vetme e së vërtetës, mjafton pak drejtësie pa kapur, që i gjithë ky pushtet prej fasade të shkrumbohet dhe të bjerë në tokë. Të nderuar miq, ata e kanë kthyer Shqipërinë në një çiflik personal. Paratë e taksave tuaja, djersa e prindërve tanë, nuk shkojnë për shkolla më të mira, nuk shkojnë për spitale ku gjen shërim, as për rrugë dhe as për siguri publike. Ato shkojnë drejt dhe në xhepat e një grushi oligarkësh dhe pushtetarësh përmes tenderave sekret dhe koncesioneve fantazm. Shikoni forcën e bashkimit. Ky lum njerëzish është merri tyre më i madh. Le të jetë ky 17 prill, dita kur ne i themi mjaft fasadës së kalbur. Dita kur i themi mjaft vjedhjes së shpresës. Dita kur dëshmojmë se Partia Demokratike dhe opozita shqiptare janë e vetmi alternativë vërtet për të rikthyer këtë vend në shinat e Evropës. Pas ti fjalën e morën qytetarë të thjeshtë, të cilët shprehen shqetësimet e tyre për përkeqësimin e situatës ekonomike dhe sociale. Sipas tyre, shkaqet kryesore janë keqeverisja, korrupsioni dhe mungesa e plotë e kontrollit institucional. Ndaj dhe ende sot vazhdojnë të premtojnë shqiptarve lugën e Floridit si 85 vjetë shkuara. Premtuan shtet, mirëqenie, premtuan integrim në Bashkimin Evropian, premtuan drejtësi të re dhe të reformuar, ndërsa ajo që çdo qytetar sot sheh janë çmimet dhe korrupsioni që rriten. Drejtësia që përndjek si dikur vetëm armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm të partisë dhe të udhëheqësit, ndërsa ndalet dhe stepet përballë pushtetit të udhëheqësit. Kjo kohë nuk është as e demokratëve, as e socialistëve. Kjo kohë është e plaçkicëve dhe ata janë pakica. Demokratë të ndershëm, ju me të cilët do vinë pushtet, ju që keni një energji të jashtëzakonshme dhe një potencial që nuk është shfrytzuar kurrë plotësisht, që keni një moral shumë të lartë. Por edhe ju socialistë ndershëm, ju nuk jeni armiqtë tanë. Armiqtë tanë janë kleptomanët dhe plaçkicit. Ata janë armiqtë e vërtet të Shqipërisë. E kjo është një kaos për të cilën ja vlen gjithçka dhe është ringritja e Shqipërisë. Përveç fjalimeve, protestuesit përcollën mesazhet e tyre edhe përmes pankartave me tone të ashpra drejtuar qeverisë. Ndër thirrjet më të shpeshta të shkruara ishin qeveri e krimit, qeveri teknike, karteli narkoelektoral. Tubimi vijoi me thirrje kundër korrupsionit duke kërkuar një kthes politike përmes një qeverie që garanton votën e lirë dhe llogaridhënien.